Ekspertët sqarojnë rëndësinë historike dhe kulturore të akuaduktit të Shkupit, i cili prej disa ditësh ka tërhequr vëmendjen e mediave për shkak të gjendjes së mjerueshme në të cilën gjendet. Ish-drejtori i Qendrës për Konservim Beoxhudin Sheapi thotë se akuadukti është një objekt ujësjellsi që i takon periudhës osmane. Ndonse ekzistojnë të dhëna të ndryshme rreth historikut të këtij objekti, analizat tregojnë se ky objekt është tipik i perandorisë osmane, edhe për nga karakteristikat arkitektonike, estetike, por edhe materiali ndërtimor, ndërkaq mendohet se ka qenë i Mustafa Pashës. S'do mend se akvedukti në Shkup radhitet në kategorinë e objekteve më kulminante nga periudha osmane. Bëhet fjalë për ujësjell, për një objekt ujësjellësit i cili përmban në vete 55 harqe të thyera. Vetë fakti se bëhet fjalë për harqet e thyera flet mjaft, sepse harqet e thyera janë të përdorura vetëm në gjatë perandorisë osmane. Pastaj karakteristikat arkitektonike, estetike, materiali ndërtimor është mjaft i ngjajshëm, sikurse në objektet e shekullit 15-16 që janë ndërtuar në Shkup. Arkeologja Vasilka Dimitrovska nga ana tjetër sqaron se dëmtimet në akuadukt janë vërejtur në 5 vitet e fundit, ndërsa shkaktar është faktori njeri. Madje sipas zërave të ndryshme, njerëzit rënojnë akuaduktin për të përdorur gurët si material ndërtimor. Dimitrovska u bëri thirrje institucioneve që të ndërmarrin hapa të menjëhershme për konservimin dhe rikonstruimin e këtij objekti të rëndësishëm arkitektonik e historik. Për herë të parë dëmtimet e akuaduktit janë vërejtur pas 2005-s, për të cilën unë kam dokumentacion fotografik. Më pas në vitin 2007 përsëri bëra dokumentacion fotografik, ku vërehet se dëmtimet janë antropogjene nga faktori njeri dhe ato janë shtuar dukshëm, që tani në vitin 2012 të mund të vërejmë se ato dëmtime rrezikojnë stabilitetin e objektit. Është e nevojshme mbrojtja e menjëhershme, konservim nga ana e institucioneve që merren me mbrojtjen e trashëgimisë kulturore. Nga Qendra për Konservim Shkup, institucioni i cili është përgjegjës për mbrojtjen e këtij objekti, thanë se ekziston një plan strategjik për mbrojtjen dhe rehabilitimin e akuaduktit të financuar nga Belgjika, por i cili nuk ka filluar të realizohet në terren. Madje as nuk dihet nëse ai do të realizohet në një të ardhme të afërt. Në planin strategjik parashikohet që lokacioni i akuaduktit të shndërrohet në qendër atraktive të sportit dhe kulturës, me qëllim të promovimit të këtij monumenti.